Albona, të përshëndes, si kundër e përmenda, Fieri ka disa zona ku ka përqendrimin më të lartë të këtij komuniteti, si ishte situata aktualisht në terren, cilat janë sfidat që përballet ky komunitet? Bëhet fjalë për një komunitet i cili në rrethin apo në qarkun e Fierit përllogaritet që të jetë të paktën mbi 20.000 individ apo banor të ndarë në disa zona të ndryshme, kryesisht periferike dhe rurale të qarkut të Fierit, por Fieri si bashki ka përqendrimin më të madh të komunitetit të Rom dhe me të paktën 2 fshatra që janë Levani dhe Balsa. Levani kryeson sepse ka afërsisht 200 familje rome në një pothuajse një fshat i tërë mes komuniteteve dhe fshatrave të tjerë të kësaj njësie administrative, duke bërë që të jetë edhe lider në promovimin e vlerave dhe ruajtjes së traditave të komunitetit rom në nivel edhe më të gjerë se sa komuniteti ku përfshihet kjo popullsi. Për afërsisht llogaritet 20.000 banor me shifra zyrtare, për duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me një komunitet që jeton pothuajse në informalitet, duke mos u përfshirë ose duke mos u integruar në regjistrimin e popullsisë, siç janë censet që organizohen, por edhe në arsimim. Vitet e fundit janë bërë përpjekje që të shtohet apo të rritet numri i nxënësve në shkollat publike sigurisht dhe në arsimin e detyrueshëm, duke ofruar edhe bursa nga Bashkia e Fierit, duke bërë kështu që të ketë një rritje apo një ndërgjegjësim më të lartë dhe me rezultate të rritjes së numrit të nxënësve nga komuniteti rom në shkollat e Bashkisë së Fierit. Këtu kemi parasysh shkollën e bashkuar Dino Ismaili, e cila kryeson me një numër më të lartë nxënësish krahasuar me zonat e tjera apo shkollat të tjera ku ka komunitet rom, por është një sfidë. Pjesa tjetër, e gjithë kjo, pra integrimi që duket se po ka rezultate, së bashku me strukturat vendore, por edhe organizatat jo fitimprurse që janë përfshirë apo janë angazhuar në integrimin e romëve në shoqëri. Nga ana tjetër duket se mungojnë pikërisht ato struktura apo ato mekanizma që do të bëjnë që ky integrim të mos asimilojë këtë popullsi. Në fakt, vetë komuniteti rom, her pas here, nëpërmjet përfaqësuesve të tij, qoftë në shoqata apo qoftë aktivist të kësaj popullsie, ka shprehur bindjen se janë duke u asimiluar, janë në rrezik asimilimi sepse po humbasin traditat, pikërisht ato tradita që i kanë bërë të mbijetojnë, madje sipas të dhënave të fundit që mësova pikërisht në këtë aktivitet kushtuar ditës botërore të romëve, që kanë mbjetuar edhe për 1000 vjet, sepse ka të dhëna më të fundit historike që romët në Shqipëri kanë mbritur sipas këtyre të dhënave historike të cituara nga aktivistët rom përpara më shumë se 1000 vjetësh në kohën e Aleksandrit të Madh. Kështu që këto tradita duket se po zhduken sepse nuk po funksionojnë ose nuk ka mekanizmat e duhur dhe Bashkia e Fierit sipas të dhënave që unë mora sot pikërisht në këtë aktivitet thotë se është sfida e radhës hapja e klasave apo shkollave të posaçme në gjuhën rome për komunitetet përkatëse, që janë kryesisht ato që përmendëm më lart në zonat me përqendrim të lartë të kësaj popullsie. Për më tepër mund të ndjekim intervistat e përfaqësuesve rom, por edhe të drejtueses së shkollës së bashkuar Dino Ismaili në Levan. Për shkak të problemeve qoftë sociale, qoftë edhe financiare, është pak e vështirë për të ndjekur shkollat. Dhe zakonisht një pjesë e mirë frekuentojnë, por janë një pjesë tjetër që kanë probleme sociale dhe në të njëjtën kohë edhe financiare. Për ata është menduar nga Bashkia Fier që janë në rrezik braktisje, grupe vulnerabël dhe në rrezik braktisje, që t'u jepet një bursë. Dhe kemi 2 vite që te këta fëmijë aplikohet një bursë edhe nga Bashkia Fier për t'i ndihmuar sadopak me qasjen me shkollën. Në mënyrë rastin pra, e shfrytëzojnë bursën pra. Patjetër, po, e shfrytëzojnë sepse i bie domethënë është diku tek 2000 ca lekë vjetra në ditë, gjë që prindi ka mundësi ta dërgojë fëmijën në shkollë dhe t'i blejë diçka. Ne jetojmë në kohra të vështira tani ku pak a shumë po vjen në rrezik asimilimi kulturës, traditës, gjuhës dhe ne duhet vendosim
bashkë me mbështetjen e strukturave vendore e shtetërore dhe të qeverisë për të ruajtur këto vlera dhe tradita. Prandaj kjo ditë sot është promovimi i kulturës traditës së Romës. Kjo popullsi ka mbijetuar viteve që ne flasim për mbi 500 vjet që janë vendosur Romët në Shqipëri dhe llogarisim që 500 vjet ndoshta edhe më shumë është ruajtur gjuha, ruajtur zakonet e traditat rome.